Për herë të parë në shërbimin onkologjik do të përdoren teknika të reja për përgatitjen e dozave për kimioterapin në pacientët me sëmundje tumorale. Ne montuam një instrument quhet kap, i cili arrin të bëj përzierjen e duhur të çdo doze mjekimi, duke pasur në radhë parë siguri në dozën që përcaktojmë, duke patur mundësi që shfrytëzimi i banave të jetë maksimal, po duke u ofruar padyshim edhe profesionistëve të shëndetësisë që punojnë aty më shumë siguri në kushtet e tyre të punës. Kjo pajisje do të vendoset edhe në shërbimin e hematologjisë dhe pediatrisë. Sjell më shumë siguri sa i përket trajtimit të pacientëve, sjell më shumë efikasitet në përdorimin e barnave për kimioterapinë dhe sigurisht sjell më shumë pacient të trajtuar me sasitë e citostatikëve, të cilët ne kemi planifikuar të trajtojmë për këtë vit. Onkologjiku është një nga shërbimet që vuan në pjesën më të madhe të kohës, mungesën e citostatikëve, e për këtë Ministri i Shëndetësisë u shpreh se mungesat po mbulohen me blerje të vogla deri në përfundim të tenderit, ku do të bëhet furnizimi i plot për 2014.